Forcimi i ushtrisë ishte ndër prioritetet kryesore të komandantës supreme Vjosa Osmani gjatë mandatit si presidente. Madje para shtetit qysh në fund të 2023-s pati listuar 7 pika kyçe që sipas saj do të rregullonin mirëqenien e ushtarakëve. Realizimi i pagesave të shtesave në paga për rrezikshmëri. E dyta është realizimi i pagesave të punës me ndrime apo të kujdestarisë dhe punës jashtë orarit. E treta është shërbimi i sigurimit jetësor dhe shëndetësor. Megjithatë, premtimet e presidentes Osmani mbetën vetëm në letër për këtë mandat, anëse për një media vendore tha se synon të realizojë në mandatin e ardhshëm, pavarësisht se nuk dihet nëse arrin të rizgjedhet. Ushtarët ende nuk paguhen as për rrezikshmëri, as për punën jashtë orarit, atë me ndrime apo kujdestari. Nga presidenca nuk treguan për televizionin pse ky program nuk arriti të zbatohet deri më tani. Megjithatë, disa pika sipas njohësve të fushës do duhet të përmbusheshin tashmë. Do duhet që të ketë për bazë 7 pikëshin dhe nevojat e pjesëtarëve të FSK-s për të përmbushur sipas kërkesave të paraprapë për të arritur standardin maksimal apo minimal sipas kritereve të NASA-s. Premtimet e tilla nga presidentja e vendit vlerësohet se janë edhe përtej kompetencave kushtetuese të saj, pavarësisht se për FSK-n janë jetike. Në aspektin e fuqisë së saj, nuk ishte kushtetuese, nuk ishte rendi që të premtonte në atë nivel. Pra konvertoj pozicionin e saj nga shefi i shtetit në ekzekutiv. Gjithsesi, Vjosa Osmani Sadriu po provon ta konvertoj edhe këtë si premtim për të mbledhur votat për mandatin e ardhshëm. Forca e sigurisë aktualisht numëron rreth 4.000 ushtarë aktiv, ndërsa me planin gjatë përfshirjes të tranzicionit planifikohet që numri i pjesëtarëve të FSK-s të arrijë në 5.000 pjesëtarë aktiv dhe 2.500 rezervë.